أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم. Fjala Allahu të lartësuar është e vërtetuar. I mbështetem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Surja Bekare, gjyzi i 2, ajeti 142. Do të thonë disa të marrë shkurt pamës nga njerëzit, çka i ka kthyer ata nga kiblja e tyre drejt së cilës kanë qenë drejtuar. Thuaj, të Allahut janë edhe lindja dhe perëndimi, ai udhëzon në rrugë të drejtë çdo vet. Dhe ashtu ju kemi bërë një bashkësi të drejtë që të jeni dëshmitar kundër njerëzve, dhe profeti do të jetë dëshmitar kundër jush. Dhe ne nuk e kemi bërë kiblen drejt së cilës je kthyer më parë, për asgjë tjetër vetëm se të shohim se kush do të pasoj profetin nga ata që do të kthehen prapa. Kjo ka qenë shumë punë e madhe, por jo edhe për ata të cilët i ka udhëzuar Allahu, se Allahu nuk është për t'ua humbur besimin tuaj. Allahu është një mend për njerëzit shumë i butë dhe mëshirëplot. E shohim se si po e drejton fytyrën ka qielli dhe ne gjithsesi do të kthejmë ka kiblja, me të cilën do të jesh i kënaqur, prandaj ktheje fytyrën ka tempulli i shenjët. Dhe kudo që të jeni drejtohuni ka ajo anë, ata të cilëve u është dhënë libri, me siguri e dinë se ajo është e vërtet nga Zoti i tyre. Dhe Allahu nuk është indiferent ndaj asaj çka punojnë. Edhe sikur ti atyre që u është dhënë libri tu asjellje tër argumentet, ata nuk do ta pranonin kiblen tënde, por as ti nuk e prason kiblen e tyre, dhe as njeri nuk do të pranoj kiblen e njeri tjetrit. Po, sikur ti të pasosh dëshirat e tyre, pasi që të ka ardhur shpallja, atëherë ti, pa më dyshje, do të jesh i padrejt. Atyre të cilëve u kemi dhënë libër e njohin atë, profetin, siç i njohin bijtë e vet. Por një grup sishë me çdo kusht fshehin të vërtetën edhe pse e dinë. E vërteta është nga Zoti yt, prandaj kursesi mos i për atyre që dyshojnë. Secili kthehet ka kiblja e vet, por ju bëni konkurrencë me vepra të mira. Kudo qofshi, Allahu të gjithëve do t'ju të boj. Allahu me siguri ka mundësi për çdo send. Nga do të dalësh ti, ktheje fytyrën tënde ka tempulli i shenjët. E vërteta një mend vjen nga Zoti yt dhe Allahu nuk është i painteresuar se çka punoni ju. Nga do që të dalësh ti, ktheje fytyrën tënde ka tempulli i shenjët. Dhe kudo që të gjendeni, ktheheni fytyrat tuaja ka ajo anë, që njerëzit mos të kenë argumente kundër jush, përveç nga mesi atyre që bëjnë mizori, por mos ju friksoni, friksohuni mua, që t'ua plotësoj dhuntin time ndaj jush dhe që të jeni të udhëzuar. Kibla e muslimanëve është Qabeja.
Prandaj flitet për drejtimin, prandaj edhe kur falim namaz, ne të gjithë drejtohemi ka Qabeja. Shikoni sa faqe të Kuranit i pas ka përkushtuar Zoti Qabes, se para Qabës ka qenë Jerusalemi. Jerusalemi dhe jahudit asaj kohe kanë pasur dëshirë që Jerusalemi të jetë edhe kiblja e muslimanëve, sepse aty ku ishte kiblja, si që është tani Mekeja, aty vinin njerëzit për vizit, ishte tempulli i shenjtë, por Zoti dëshiroi që tempullin të shenjtë ta bëj Mekin. Vazhdoj. Si që kemi dërguar një profet nga mesi juaj t'ju lexoj ajetet tona dhe t'ju pastroj e t'ju mësoj librin dhe urtësin dhe t'ju mësoj atë çka nuk e keni ditur. Më kujtoni ju mua, t'ju kujtoj edhe unë, dhe më falenderoni dhe mos më mohoni. Zoti thot, o besimtar, kërkoni ndihmë për vete duke duruar dhe duke kryer faljen. Allahu padyshim është me durimtarët. Inna Allahe ma'as sabirin. Dhe mos thuani për ata që janë vrarë në rrugë të Allahut, janë të vdekur. Përkundrazi, ata janë gjallë, por ju nuk e dini. Ne gjithsesi do t'ju sprovojmë me diçka, nga friga dhe uria, dhe me humbje të pasurisë dhe të jetës e të fruteve, dhe ti përgëzoji durimtarët, të cilët kur i godet ndonjë e papritur vetëm thonë, ne jemi të Allahut dhe ne te ai do të kthehemi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ata i pret durim dhe mëshira e Zotit të tyre. Këta janë ata të cilët janë në rrugë të drejtë. Safa dhe Merva janë me të vërtet nga normat e Allahut. Prandaj ai që viziton Qaben ose bën umren, nuk bën kur far gabimi të sillet edhe rreth tyre. Dhe kush bën ndonjë vepër të mirë vullnetarisht, po, Allahu është me të vërtet mirënjohës dhe i dijshëm. Ata të cilët i fshehin argumentet tona dhe i kemi shpallur ne dhe rrugën e drejtë pasi që kemi sqaruar njerëzve me libër, ata Allahu i mallkon, madje i mallkon edhe ata që mallkojnë. Prandaj nuk duhet pra të fshihet e drejta, sepse jeni të mallkuar. Përveç atyre që pendohen dhe përmisohen dhe atë e shprehin haptazi, atyre unë u pranoj pendimin, se unë jam mëshirëplot dhe i pranoj pendimet tuaja. Ata të cilët kanë mohuar dhe vdesin si mos besimtar, mbi ata bjerë mallkimi i Allahut dhe i engjëjve edhe i njerëzve bashkarisht. Aty janë përgjithmonë dhe dënimi as u lehtësohet e as afat u lejohet. Dhe Zoti juaj është vetëm një Zot, nuk ka Zot përveç atij, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Padyshim ne krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndërtimin e ditës dhe të natës edhe anijes që lundron në përdet me çka u sjell dobi njerëzve, edhe shiun të cilin Allahu e lëshon nga qielli me të cilin ngjall tokën pasi që ka vdekur, nëpër të ka shpërndar qenje të gjalla gjithfarësh, edhe në ndërrimin e errave, vranësirat e pezulluara ndërmjet qiellit dhe tokës, çdo mend ka argumente për njerëzit e mençur. Ka njerëz që në vend të Allahut marrin idole, i duan sikur Allahun, por besimtarët më fort e duan Allahun. Dhe sikurse ta shihnin ata që kanë bërë mizori,
atëherë kur do të shohin dënimin, se e tërë forca është vetëm e Allahut, Allahu është në dëshkim plot. Kur ata të cilët janë pasuar prej të tjerëve, heqin dorë nga ta dhe ta shohin dënimin e t'i këpusin lidhjet me ata të cilët kanë pasuar do të thonë, si kur edhe njëherë të ktheheshim, do të hiqnim dorë edhe ne prej tyre, ashtu si që hoqën dorë ata prej nesh. Ja, ashtu Allahu do t'u atregoj atyre veprat e tyre të kopshme për ata, por ata nuk kanë për të dalë nga zjarri. O njerëz, hani nga jo që ka në tokë, që është e lejuar dhe e mirë, dhe mos shkoni gjurmëve të djallit, se atë e keni armik të rrezikshëm. Ai ju urdhëron të bëni keq dhe marrëzi, edhe të flisni për Allahun, çka nuk e dini, pra shejtani ju urdhëron. Dhe kur u thuhet, pasoni atë çka e ka shpallur Allahu, ata thonë, jo, nga se ne pasojmë atë ku i kemi gjetur të parët tonë. A thua edhe atëherë kur të parët e tyre nuk kanë kuptuar asgjë, dhe kur kanë qenë të paudhëzuar, ata do të ndiqni? Shembulli i tyre që nuk besojnë është si shembulli i atij që paraqitet. Mirë po, ja dëgjon vetëm zërin dhe thirrjen. Të shurdhër, me mecë dhe të verbër, asgjë nuk kuptojnë. O besimtar, hani nga ushqimet e mira, që ju kemi dhënë, dhe jeni mirënjohës Allahut, nëse adhuroni vetëm atë. Ai ju ndalon coftinën, gjakun dhe mishin e derrit, edhe atë që është prerë në emër të ndonjë tjetrit, jo në emër të Allahut. Kurse ai që është i shtrënguar, por jo nga dëshira, vetëm se ka nevojë, ai nuk e ka mëkat. Allahu një mend falë dhe është mëshirëplot. Ata të cilët fshehin atë që e ka shpallur Allahu në libër, dhe atë e ndërrojnë për diçka që vlen fort pak, ata në bashqet e veta nuk fusin asgjë tjetër përveç zjarr. Allahu nuk u flet atyre në ditën e gjykimit, dhe nuk do t'i pastroj, ata i pret dënim i dhemshëm. Ata janë që kanë blerë humbjen për rrugë të drejtë edhe dënimin për falje, po sa të durueshëm janë në zjarr. Ajo është për shkak se Allahu ka shpallur librin me realitet, kurse ata të cilët e kanë kontestuar këtë libër janë më të vërtet në humbje të thellë. Nuk është bamirësi, devotshmëri të ktheni fytyrat tuaja ka lindja dhe perëndimi, por devotshmëri është ajo e atij që i besoni, Allahut dhe ditës së ahiretit, edhe engjëjve, edhe librave, edhe profetëve, ndërsa nga pasuria përkundër dashurisë që ka, u jep të afërmve dhe bonjakve, edhe të varfërve, edhe udhëtarve, edhe lypsarve, edhe për lirimin e të robëruarve, edhe që kryejnë faljen dhe japin zekatin, edhe që obligimin e vetë kur e marrin e zbatojnë, si dhe ata që janë të dërueshëm në skamje, edhe në smundje, edhe në të papritura. Ata janë të devotshmit që kanë qenë të sinqertë dhe vetëm ata janë të devotshëm. O besimtar,
Ju është caktuar norma për hakmarrje, vrasje, i liri për të lirë, robi për rob, femra për femër, ndërsa ati që i falet diçka nga vëllau i vet, le të pritet me bujari, edhe ai le t'u akthej me të mirë. Kjo është lehtësi nga Zoti juaj, edhe mëshirë, po kush bën shkelje, edhe pas kësaj, atë e pret dënim i dhëmshëm. Në hakmarrje keni jetën, i ekzistencën, o të mençur, ndoshta do të ruheni. Juve ju është caktuar norma. Kur dikush prej jush është duke vdekur, nëse le ndonjë pasuri për prindërit dhe të afërmit, është obligim i të devotshme mëve që ta përcjellin atë porosi me drejtësi. Po kush ndryshon atë, pasi që e ka dëgjuar, mëkati për këtë u takon atyre që ndryshojnë atë. Allahu me siguri dëgjon dhe di. Dhe kush friksohet nga mos saktësia e porositësit ose ka gabuar, por i ka pajtuar, nuk ka mëkat. Allahu me siguri falë dhe është mëshirëplot. O besimtar, agjerimin e keni obligim të detyrueshëm, si që keni detyr, fal edhe njëherë. O besimtar, agjerimin e keni obligim të detyrueshëm, si që kishin detyr edhe ata që qenë para jush, ndoshta do të bëheni të devotshëm. Në ditë të caktuara me numër, por ai nga ju i cili është i sëmur ose në udhëtim, atëherë agjeron tjera ditë me të njëjtin numër, ndërsa ata që nuk mund të mbajnë, kompenzimi është të ushqejnë një varfënjakë. Dhe kush jep më tepër vullnetarisht, ajo është mirë për atë, por të agjeroni është më mirë, ta dini. Muaji Ramazan është ai në të cilën filloi të shpallet Kurani, udhëzim për njerëzit dhe argument i qartë i rrugës së drejtë, dhe dallimi të së mirës nga e keqja. Cili prej jush që do të arrijë atë muaj, ta agjeroj atë, e kush është i smur ose ndodhet në rrugë, të njëjtën numër ditësh le ta agjeroj më vonë. Allahu ju dëshiron lehtësim, e nuk ju dëshiron vështërsi, por ditët e caktuara, ti plotësoni dhe Allahun ta madhëroni, për shkak se u ka udhëzuar në rrugë të drejtë, mbase do të jeni mirënjohës. Dhe kur të pyesin robët e mi për mua, unë jam me të vërtet afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur të më lutet. Prandaj le të kërkojnë përgjigje prej meje dhe le të më besojnë mua për të qenë në rrugë të drejtë. E ju lejohet që netëve të agjerimit të bini me gratë tuaja. Ato janë mbuloje juaja e ju jeni mbuloje tyre. Allahu e ka ditur se mund të mashtroheni, prandaj ka pranuar pendimin tuaj dhe ua ka falur. E tani bashkohuni me ato dhe kërkone atë çka ua ka caktuar Allahu. Dhe hani e pini derisa ta dëlloni vijen e bardhë të agimit nga vija e zezë. Pastaj, agjerimin plotësojeni deri në mbrëmje. Mos bini me gratë derisa jeni në itikaf. Në xhamia. Ju lejohet që netëve të agjerimit të bini me gratë tuaja, ato janë mbuloje juaja e ju jeni mbuloje tyre.
Allahu e ka ditur se mund të mashtroheni, prandaj ka pranuar pendimin tuaj dhe ua ka falur. E tani bashkohuni me ato dhe kërkoni atë çka ua ka caktuar Allahu. Dhe hani e pini derisa të dalloni vijen e bardhë të agimit nga vija e zezë. Pastaj agjërimin plotsojeni deri në mbrëmje. Mos bini me gratë derisa të jeni në itikaf, në xhamia, ai është kufi i Allahut, dhe mos ju qasni. Ja, ashtu Allahu u asqaron njerëzve normat e veta për të ruajtur. Mos e hani pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të pandershme dhe mos i kontestoni ato çështje paragjyqeve për të ngrënë me vetëdije në mënyrë të palejuar pjesën e pasurisë së huaj. Kjo është për hiset që mundet edhe vëllau me motrën të ja hajnë pasurinë e njëri tjetrit. E lërë më larg, edhe më keq. Të pyesin për hënën e re, thuaj, ajo është për njerëzit përcaktuese e kohës dhe haxhit. Nuk është devotshmëri të hyni në shtëpi nga ana e sprapsme, por devotshmëri është kush i friksohet Allahut. Në shtëpia hyni në dyert e tyre dhe friksohuni Allahut, ndoshta shpëtoni. Dhe luftoni për hir të Allahut kundër atyre të cilët luftojnë kundër jush. Por mos e teproni. Allahu një mend nuk i do ata që e teprojnë. Ata luftoni, mbytni, kudo që t'i gjeni, përzini prej aty, veç edhe një herë. Ata luftoni, kudo që t'i gjeni, përzini prej aty, prej nga ju kanë përzënë ata juve. Dhe shpifja është më e rëndë se vrasja, por mos i luftoni ata kur janë në tempullin e shenjtë, derisa ata të mos ju sulmojnë aty. Nëse ju shpallin luftë, atëherë luftoni edhe ju ata. Ashtu është shpërblimi për mos besimtarët. Por nëse përmbahen, ani, Allahu një mend është falës mëshirë plot. Ata ti luftoni derisa të zhduket shpifja dhe të mbes feja e Allahut. E nëse përmbahen, atëherë nuk ka armiqësi përveç kundër kriminalëve. Muaji i shenjtë është për muaj të shenjtë, por edhe shenjtëria ka masë për hakmarrje. Atë që ju sulmone edhe ju, me të njëjtën masë dhe friksohuni Allahut dhe ta dini se Allahu është me të devotshmit. Shpenzoni për hir të Allahut, por vetveten mos e çoni në shkatrim dhe bëni mirë. Allahu një mend i do punë mirët. Kryeni haxhin dhe umrën për hir të Allahut, por nëse jeni të penguar, atëherë therrni kurbanët që i gjeni më lehtë. Dhe mos i ruani kokat derisa të arrijnë kurbanët në vendet e tyre. Dhe kush është i sëmur nga mesi juaj, ose i dhemb kryet, kompenzimi është me agjërim ose lëmosh ose kurban. Kur të jeni të lirë, kryeni umrën në prag të haxhit dhe therrni kurban të cilët mund të fitoni më lehtë, kurse ai cili nuk gjen dot le të agjëroj 3 ditë në ditët e haxhit dhe 7 ditë pas kthimit, pra plot 10 ditë. Kjo është për ata që nuk e kanë familjen në Qabe.
Friksohuni Allahut dhe dini se ai është në dëshkim rënd. Pra, si që pam, këtu tregohet se nuk është agjerimi vetëm i Ramazanit, po janë edhe 10 ditët, agjeroni, do me thënë është urdhër, për ju që nuk shkoni në Qabe, agjeroni këto 10 ditët. Ndërka që ata që shkojnë në Qabe, ata nuk agjerojnë. Po ne që s'kemi mundësi me shku në Qabe, janë 10 ditët e Dhulhigjet. Urdhër është. Vazhdojmë. Haxhi është në muaj të caktuar. Ai që është i detyruar të kryej haxhin në ata muaj, nuk duhet të ketë kontakt me gra e as fjalë të këqija dhe nuk ka konteste në ditët e haxhit. Çka do që të bëni mirë, Allahu e di, dhe furnizohuni me çka ju nevojitet për rrugë. Devotshmëria është furnizimi më i mirë dhe friksohuni mua, o të mençur. Nuk e keni mëkat nëse e lutni Zotin tuaj për mirësi. Dhe kur të niseni nga Arafati, përkujtoni Allahun te vendet e shenjta. Përmendeni një atë, sepse ai ju ka drejtuar në rrugë të drejtë, nga se më parë keni qenë të humbur. Pastaj nisuni prej nga nisen edhe njerëzit tjerë, dhe kërkoni falje nga Allahu, Allahu me siguri falë dhe është mëshirë plotë. Dhe kur ti kryeni obligimet tuaja prapë përkujtoni Allahun, si i përkujtoni baballarët tuaj, madje edhe më tepër ta përmendni. Ka njerëz që thonë, o Zoti ynë, na jep ti neve në këtë botë. Ata nuk kanë asgjë në botën tjetër. Po ka prej tyre që edhe që thonë, o Zoti ynë, na jep mirësi edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr. Ata janë të cilët i bretë ajo që e kanë fituar. Allahu është i shpejt në llogaritje. Dhe përkujtoni Allahun në ditët e caktuara. Por edhe ai që ngutet për 2 ditë nuk ka mëkat, por as ai që vonohet, ai që është i devotshëm nuk bën mëkat. Friksohuni Allahut edhe dine se të gjithë do të tubohemi tek ai. Ka njerëz fjalët e të cilëve për jetën e kësaj bote të çudisin dhe mendojnë se Allahun e kanë dëshmitar për atë çka kanë në zemrat e tyre. Mirë po, ai është kundërshtar i përbetuar. Sa po kthehet, dikush prej tyre shpejton të bëj turbullira në tokë, duke zgjësuar të mbjella e grigje, por Allahu nuk e do turbullirën. Edhe kur i thuhet, friksohu Allahut, atë e kaplon krenaria me mëkat, që e shpije në mëkat, ati mjafton xhehenemi, po sa vendbanimi keq është ai. Ka nga njerëzit të tillë që e flijojnë në veten për të fituar mëshirën e Allahut. Allahu është i mëshirshëm për robërit e vet. O besimtar, bëni paqe, pa përjashtim, të gjithë, dhe mos shkoni gjurmëve të djallit, atë e keni padyshim armik të përbetuar. Po nëse devijoni, pasi që ju kanë ardhur argumentet e qarta, dini se Allahu është i fortë dhe i urtë. E presin ata që t'u vi dënim. Allahu i dënimi Allahut edhe një herë.
A presin ata që të vi dënimi i Allahut dhe engjujt nga qielli i kthjellët dhe puna të marrë fund? Të Allahu kthehen të gjitha çështjet. Pyeti izraelitët, sa argumente të qarta u kemi dhënë, dhe kush i ndëron në dhunë të tij të Allahut, pasi që i kanë ardhur, Allahu ka padyshim është ndëshkim ashpër. Mos besimtarëve u është zbukuruar jeta në këtë botë, dhe i përbuzin ata të cilët besojnë, por në ditën e gjykimit ata që i friksohen Allahut dhe u shmangën mëkatarëve do të jenë më lartë se ata. Dhe Allahu këtë doj e furnizoi me shumicë. Të gjithë njerëzit janë një bashkësi, dhe Allahu ka dërguar profetët si përgëzues dhe qortues, dhe me anë të tyre ka dërguar librin dhe me të vërtetë për të gjykuar ndër njerëz për ato gjëra që ata kundërshtohen. Në këtë nuk janë pajtuar vetëm nga zilia ndërmjet veti, ata të cilëve u është dhënë libri pasi që u kanë ardhur argumentet e qarta. Por Allahu me vullnetin e veti ka udhëzuar besimtarët tek e vërteta lidhur me atë për të cilën ata nuk janë pajtuar. Allahu drejton në rrugë të drejtë këtë dojë. A keni menduar se do të hyni në xhenet pa u goditur edhe juve, sikur që i goditi ata të cilët janë sprovuar para jush? Ata i goditi skamja dhe dëmet, duke u tronditur aq sa edhe profeti, edhe ata që besonin me të patën thënë. Kur me ndihmën e Allahut, edhe njëherë, kjo është që Zoti i thot, apo mendoni se keni me hyrë në xhenet pa ju ndodhur dëme, fatkeqësira, goditje në këtë botë. Pak verset prekës, prandaj edhe dashta mu koncentru ma mirë. Bismillah. A keni menduar se do të hyni në xhenet pa u goditur edhe juve, sikur që i goditi ata të cilët janë sprovuar para jush? Ata i goditi skamja dhe dëmet, duke u tronditur aq sa edhe profeti, edhe ata që besonin me të patën thënë. Kur më ndihma e Allahut? Që? Ndihma e Allahut një mend është afër. Kur më do të na vijë ndihma pra? Të pyesin çka të japin, thuaj. Çdo të mirë që e shpërndani, le të jetë ajo për prindrit dhe të afërmit, edhe për bonjakët e varfënjakët dhe udhëtarët, dhe çka të bëni nga të mirat, Allahu me siguri e di atë. Ju caktohet lufta, ju ngarkohet si detyrë, edhe pse urreni atë. Ju ndoshta e urreni ndonjë gjë, ajo është më e mirë për ju. Ndoshta doni diçka e ajo është e keqe për juve. Allahu e di, por ju nuk e dini. Të pyesin për muajin e shenjtë, për luftën në të, thuaj, luftimi në atë muaj është mëkat i madh, por shmangja nga rruga e Allahut dhe mohimi i tij dhe tempullit të shenjët dhe përzënja e banorëve të tij prej aty është mëkat më i madh te Allahu, kurse shpifja është mëkat më i madh se sa vrasja. El fitnatu ashaddu min al qatl. Kurse shpifja është mëkat më i madh se vrasja,
ata vazhdimisht do t'ju luftojnë që t'ju kthejnë prej fesë suaj, nëse munden. Dhe cili nga mesi juaj kthehet nga feja e vetë dhe vdes si mosbesimtar, ata janë veprat me të cilëve do të shkatërrohen edhe në këtë edhe në botën tjetër. Dhe ata janë banor të xhehenemit, ku do të mbesin për gjithmonë. Ata që besojnë dhe që shpërngulen, emigrojnë dhe luftojnë për hir të Allahut, ata shpresojnë në mëshirën e Allahut dhe Allahu falë dhe është mëshirëplot. Të pyesin për alkoholin edhe bigjozin, thuaj, që të dyja janë mëkat i madh. Ka edhe ca dobi për njerëzit, por dëmi nga ato është shumë më i madh se dobia. Të pyesin edhe sa të shpenzojnë, thuaj, të pricën. Ja, ashtu Allahu u asqaron urdhërat për të menduar ju. Edhe për këtë, edhe për botën tjetër. Edhe të pyesin për bonjakët, thuaj, më mirë është të silleni mirë me ta, e nëse jetoni bashkë me ta, ata janë vëllezëri tuaj, kurse Allahu di të dalloj atë të prishurin nga mirëbërësi. Dhe sikur të kishë dashur Allahu, ka mundur t'ia rëndojë, ai është një mend i fortë dhe i urtë. Mos u martoni me politeiste, derisa të bëhen besimtare. Nuk ka dyshim se robresha besimtare është më e mirë se sa politeistja, edhe si kur t'ju pëlqejnë ato. Mos u martoni me politeistët, derisa të besojnë. Pa dyshim besimtari është më i mirë se politeisti. Ani pse juve ju pëlqen. Ata ju thërasin për në xhehenem, kurse Allahu me vullnetin e vetë thërret për xhennet dhe falje. Edhe u shpjegon njerëzve argumentet e veta, ndoshta ata do të kujtohen. Dhe të pyesin për javën, menstruacionin, thuaj, ajo është smundje në thojza, prandaj mos ju afroni grave në kohën e javës. Edhe një herë. Dhe të pyesin për javën, menstruacionet, thuaj, ajo është smundje, prandaj mos ju afroni grave në kohën e javës së menstruacionit, dhe mos ju afroni derisa të pastrohen, dhe kur të pastrohen, pastaj afrohuni ashtu si ju ka urdhëruar Allahu. Allahu me të vërtet i do ata që pendohen dhe i do ata që pastrohen. Gratë tuaja janë arra tuaja, prandaj veproni me arra tuaja si të dëshironi, por përgatituni për vete dhe friksohuni prej Allahut dhe dine se do të dilni para atij. Pra përgëzoj durimtarët dhe mos i bëni Allahut kur beto, mos e bëni Allahun. Dhe mos e bëni Allahun kur betoheni, pengesë që të bëni vepra të mira, dhe të jeni në rrugë fisnike e në përpjekje për t'i pajtuar njerëzit, se Allahu të tëra i dëgjon dhe i di. Allahu nuk do t'i dënoj nëse pa qëllim betoheni, por do t'ju dënoj për atë çka e meritojnë zemrat tuaja. Allahu është i butë dhe fal. Ata të cilët me betim ndahen prej grave të veta,
kanë afat të presin 4 muaj, po nëse kthehen, ani, Allahu për një mend falë dhe është mëshirëplot. Po nëse ata vendosin të shkurorzohen, ani, Allahu një mend dëgjon dhe di shumë. Të shkurorzuarat duhet të presin 3 cikle të menstruacionit dhe nuk u lejohet të fshehin atë çka ka krijuar Allahu në amzat e tyre. Nëse i besojnë Allahut dhe botës tjetër, më falni, intonacioni nuk është mirë, edhe njerë. Të shkurorzuarat duhet të presin 3 cikle të menstruacionit dhe nuk u lejohet të fshehin atë çka ka krijuar Allahu në amzat e tyre, nëse i besojnë Allahut dhe botës tjetër. Burrat e tyre kanë të drejtë derisa ato presin, t'i kthejnë nëse dëshirojnë pajtim. Edhe ato kanë po aq të drejtë sa edhe obligim, por burrat kanë përparësi për një shkallë ndaj tyre. Vetëm Allahu është i fortë dhe i urtë. Shkurorzimi mund të bëhet 2 herë, andaj ose me zemërgjërsi mbani, ose shkurorzohuni me mirë kuptim. Juve nuk ju lejohet të merrni asgjë nga ajo që ua keni dhuruar, përveç nëse ata të dy friksohen se nuk do të kryejnë urdhërin e Allahut. Po nëse friksohen se ata të dy nuk zbatojnë urdhrat e Allahut, nuk e kanë mëkat atë me çka ajo është kompenzuar. Ato janë normat e Allahut dhe mos i nëpërkëmbëni dhe ata që i kalojnë në kufijtë e Allahut, ata janë kriminal. Po nëse prap e lëshon, e shkurorzon, nuk i lejohet më atij pa u martuar për tjetër burr. Domethënë 2 herë të lejohet mu shkurorzu edhe mu kthy burrit, po 3 herë nuk i lejohet. Dhe nëse ky e lëshon, atëherë këta 2 nuk e kanë mëkat t'i kthehen njëri tjetrit. Nëse janë edhe një, nëse mendojnë se veprojnë brenda kufive të Allahut, ata edhe njerë për fillimi. Por nëse prap e lëshon, pra për të 3 herë, nuk i lejo edhe një herë, mos të shtoj fjalët e mia, falni, astaghfirullah. Por nëse prap e lëshon, nuk i lejohet më atij pa u martuar për tjetër burr. Edhe nëse ky e lëshon, atëherë këta të 2 nuk e kanë mëkat t'i kthehen njëri tjetrit. Nëse mendojnë se veprojnë brenda kufive të Allahut, ato janë urdhërat e Allahut të cilat u asharon njerëzve të cilët dinë. Kur t'i lëshoni gratë dhe ato e mbushin afatin e caktuar për pritje, ose mbani si ka hije, ose përgadisni e lëshoni si i ka hije. Dhe mos i vononi me qëllim që t'u bëni dëm. Ai që sillet ashtu, i ka bërë dëm vetës. Mos luani me argumentet e Allahut dhe përkujtoni dhuntinë e Allahut ndaj jush. Edhe librin edhe urtësinë që ua ka shpallur, me të cilën ju këshillon. Friksohuni Allahut dhe dine se Allahu i di të gjitha. Dhe kur t'i lëshoni gratë, dhe kur e plotësojnë kohën, me pak edhe njerë se kuptoj ku kam met,
Dhe kur t'i lëshoni gratë dhe kur e plotësojnë kohën e caktuar për pritje, mos i pengoni të martohen përsëri me burrat e vetë, mbase që pajtohen për të bërë jetë të rregullt. Me këtë këshillohet ai nga mesi juaj, i cili beson në Allahun dhe në botën tjetër. Ajo është më me mend dhe punë më e pastër. Allahu pra i di të gjitha, por ju nuk e dini. Falni një gotë ujë shkoj ta marr. Shkoj në gjumin. Edhe 2-3 faqe dhe u kry. Edhe njëherë. Dhe kur t'i lëshoni gratë dhe kur e plotësojnë kohën e caktuar për pritje, mos i pengoni të martohen përsëri me burrat e vetë, mbasi që pajtohen për të bërë jetë të rregullt. Me këtë këshillohet ai nga mesi juaj, i cili beson në Allahun dhe në botën tjetër. Ajo është më me mend dhe punë më e pastër. Allahu pra i di të gjitha, por ju nuk dini. Nënat, le t'i japin gjithë fëmijëve të vetë plot 2 vjet, për ata që dëshirojnë të jetë e plot gjithënia. Kurse babai i fëmijët ka për detyrë ushqimin dhe veshjen e tyre në mënyrë të denjë. Askush të mos obligohet më tepër se sa ka mundësi. Nëna të mos dëmtohet për shkak të fëmijës të vet, dhe as baba për shkak të fëmijës të vet. Edhe trashëgimtari gjithashtu. Nëse ata 2 vendosin me marrëveshje e pëlqim që fëmijën ta ndajnë nga xhiri, ajo nuk është mëkat, por nëse dëshironi që fëmijëve tuaj t'u gjeni mëndesha të tjera, ani, nuk është mëkat, nëse e jepni në mënyrë të denjë atë çka e jepni. Friksohuni prej Allahut dhe dine se Allahu sheh mirë se ç'punoni. Gratë që mbesin pas vdekjes së burrave, duhet të presin 4 muaj e 10 ditë. Dhe kur ato e plotësojnë afatin e tyre, ju nuk mbani përgjegjësi se ç'bëjnë ato me vetveten, sipas normave. E Allahu është i informuar se ç'punoni ju. Dhe nuk e keni mëkat nëse u ashfaqni grave ose mbani në vete të fshehtë qëllimin se ju do t'i lypni. Allahu di se do të mendoni për ato, por asgjë mos premtoni fshehurazi. Flisni vetëm me sinqeritet dhe mos vendosni për kuror para se të kaloj afati i caktuar për pritje. Dhe dini se Allahu e di çka ka në shpirtrat tuaj, prandaj ruajuni dhe dine se Allahu është Gafurur Halim, falës. Nuk është mëkat për ju nëse i lëshoni gratë tuaja para se të hyni në marrëdhënie kunore me ato, ose para se t'u caktoni shpërblimin e kurorës, por bëni të kënaqura për me shpërblimin tuaj, të caktuar me ligj, i pasuri sipas mundësisë së tij e i varfëri sipas mundësisë së vet. Është e drejtë dhe detyrë për punëmirët. Këtu flitet për dhuratën e martesës.
Në qoftë se i lëshoni gratë pa i prekur, por që e keni caktuar shpërblimin e kurorës, atyre u takon gjysma asaj që e keni caktuar. Do me thonë, jeni feju, por s'jeni prekur, pra s'keni pas marrëdhënie dhe e keni caktu për shembull dhuratën e martesës 5 lira, por nëse nuk e ke prek, s'ke pas marrëdhënie, je nda në fejes, atëherë ti ja ki borxh 2 lira e gjys. Përveç nëse e falin ato, ose ai i cili e ka në dorë lidhjen e kurorës. Dhe nëse e fal, ajo është më afër devotshmërisë. Dhe mos harroni mirësinë ndaj njëri tjetrit, se Allahu me siguri i sheh se çka punoni. Ruani kohët e faljes, si edhe atë të mesmen, dhe para Allahut qëndroni me përulje. Nëse friksoheni, atëherë duke ecur ose kaluar, por kur jeni të sigurt përmendni Allahun ashtu siç ju ka mësuar, ai për atë që nuk e keni ditur. Ata të cilët vdesin nga mesi juaj, por që lën pas vetes gra, duhet t'i porosisin të jenë të kënaqura për 1 vjet e jo të dalin. Por nëse ato dalin vet, ju nuk mbani përgjegjësi për atë se çka bëjnë ato me vetveten, nga çka është e lejuar, ndërka që Allahu është i fortë dhe i urtë. Edhe të shkurorzuarave u takon përgatitje e denjë, si e drejtë dhe detyrë e devotshmëve. Allahu ashtu asqaron normat e veta. Ndoshta po mblidhni mendje. A nuk i ke parë ata të cilët nga friga prej vdekjes me mira kanë ikur nga shtëpitë e veta? Allahu u ka thënë, vdisni, e pastaj i kanë gjallur. Allahu është pamëdyshje i mirë ndaj njerëzve, por shumica e njerëzve nuk janë mirënjohës. Nëse luftoni për hir të Allahut dhe dine se Allahu di dhe dëgjon. Kush është ai që Allahu t'i jep hua të mirë, vullnetarisht, e ai t'i kthej shumë fish. Dhe Allahu shkurton dhe shton dhe tek ai do të kthehemi. A nuk i ke parë se paria e Izraelitëve pas Musait i thanë një profeti të vet, dërgona një sundues që të luftojmë në rrugën e Allahut. E ai u tha, a do të guxoni nëse caktohet lufta të mos luftoni? Pse të mos luftojmë në rrugën të Allahut, thanë ata. Ne që jemi ndjekur nga vendlindja jonë dhe të ndarë nga bijtë tanë, pse të mos frikohemi. Edhe njëherë, falni. Pse të mos luftojmë në rrugë të Allahut, thanë ata. Ne që jemi ndjekur nga vendlindja jonë dhe të ndarë nga bijtë tanë. Mirë po, kur ju caktua lufta, ata përveç një numër i vogël bishtnuan, por Allahu i di mirë kriminalët. Profeti i tyre u tha, Allahu ju caktoi me siguri talutin për sundues. Prej nga, i thanë, të na bëhet ai sundues? Ja, fal. Profeti i tyre u tha, Allahu ju caktoi me siguri talutin për sundues. Prej nga, i thanë, të na bëhet ai sundues kur ne jemi më të denjë se ai për të sunduar? Allahu, na falni se këtu e kemi puzzla në ka dalë. Ju lutem në TikTok, bëni like se po mendon TikToku që s'jemi aktiv, e ne jemi shumë aktiv në dëgjueshëm. Edhe ky numër që është këtu, ky ka shumë domethënie te Zoti.
Ju jeni më të përzgjedhurit te Zoti për ditën e sotshme. Vazhdojmë. Bëni like, ju lutem, që të mos të mendoj TikToku që s'jemi aktiv, sepse edhe unë s'po kam lëvizje me prekjen e ekranit. Vazhdojmë. Profeti i tyre u tha: Allahu ju caktoi me siguri talutin për sundues. Prej nga i thanë ata të na bëhet ai sundues kur ne jemi më të denjë se ai për të sunduar? Ati nuk i është dhënë as ndonjë pasuri e madhe. Allahu atë e ka zgjedhur t'ju bëhet sundues, tha ai, dhe e pajisi me dijen dhe trup të zhvilluar. Allahu ja jep pushtetin kujt të doj, ai. Allahu është i gjithdijshëm. Profeti i tyre u tha: shenja e sundimit të tij do të jetë arkivoli që do t'ju arrijë, i cili u sjell qetësi nga Zoti juaj, dhe mbeturinë të asaj që kanë lënë populli Musaut dhe Harunit. Këtë e bartin engjujt. Ajo është me të vërtet një argument nëse jeni besimtar. Arkivoli pra është një tabut, një sanduk që jahudit, jevrejt e kanë si të shet. Dhe kur doli taluti me ushtrin, tha: Allahu pa dyshim do t'ju vëj në sprovë me një lum. Kush pi prej ati nuk është me mua, e kush nuk e shijon atë është me mua, me përjashtim të ati që merr me grushtin e vet. Dhe ata përveç një pakice si shpin prej ati uji, por kur e kaloi atë, ai dhe ata të cilët besuan dhe me të thanë: ne sot nuk mundemi të dalim në krye me xhalutin dhe ushtrin e tij. Ata të cilët mendonin se gjithsesi do të dalin para Allahut thanë: po sa herë grupet të vogla me vullnetin e Allahut i kanë mundur grupet më të mëdha, dhe Allahu është me durimtarët. Dhe kur dolën kundër xhalutit dhe ushtrisë të tij thanë: o Zoti ynë, na mbush me durim dhe forcona këmbët tona dhe na ndihmo kundër mosbesimtarëve. Dhe ata me vullnetin e Allahut i mundën dhe Davudi e mbyti xhalutin. Edhe Allahu i dha pushtet e profetësi dhe mësoi çka deshi ai. Sikur Allahu të mos i zbrapste njerëzit njërën palë me të tjerët, me të vërtet toka do të shkatërrohej, po Allahu është i mirë për të gjitha botërat. Këto janë ajetet e Allahut që po t'i lexojmë me saktësi. Ti vërtet je profet. Fjala e Zotit lartësuar është e vërtetuar. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Me kaq të dashur miq, të dashur dashamir të Zotit, të dashurit e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, sonte e përfunduam edhe gjyzin e dytë, pjesën e dytë, në natën e dytë të muajit Ramazan të vitit 2026. Ta cekim edhe këta. Ndoshta për nipërit, për mesat e stërmesat tona, do të jetë një befasi kur na shohin dhe dhash Zoti që ata të jenë pasuesit tonë, dhe dhash Zoti që juve që keni qenë prezent këtu në këtë natë të dytë të Ramazanit, dhe juve që do ta dëgjoni këtë video dhe do ta ndiqni këtë kanal, dhash Zotit që të keni jetë të gjatë e të mirë,
të keni xhenet në botën tjetër, ndërkaq këtu të keni jetë të gjatë të mirë që t'i shijoni të mirat e nipave dhe stërnipave tuaj. Inshallah me ndihmën e Allahut të na ndriçohen truri jon, mendja jon dhe të na ndriçohet zemra jon të pushojnë fjalët e Zotit në mendjen tonë, të na gëzohen zemrat tona, të na plotësohen dëshirat tona, sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ai na ka thënë se bindja në fjalët e Zotit, lutja gjerisa është Kurani i hapur, që ne kemi të hapur, lutja e besimtarit pranohet, lutja bëhet mrekulli për besimtarin i cili lutet gjerisa Kuranin e ka të hapur. Prandaj ju faleminderit që na ndiqni, mos harroni të luteni për mua, për njëri tjetrin dhe që Zoti të na lehtësoj punën në rrugën e tij, sepse edhe vetë shikimi juaj, klikimet e juaja, shpërndarja juaj që e bani me këto video, me këto fjalë të Zotit, unë jam vetëm në shërbim, janë sevap për juve. Prandaj Zoti në Kuran, në surën Muhammed, ajeti 7, thot kështu: më ndihmoni mua në mënyrë që unë të ju ndihmoj juve dhe të ju forcoj këmbët e juaja. Prandaj besoni në mrekullinë e Zotit dhe punoni sipas fjalëve të Zotit. Zoti bën mrekulli. E lutim Zotin që të na vije sa më shpejt Imam Mehdiu, për të cilin profeti ka thënë se nuk do të ketë fukara për sadaka, nuk do të ketë smundje pa ilaç. Prandaj me kaq e përfunduam, natën e mirë, Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selami, paqja qoftë mbi ju, së bashku me rahmetin, mëshirën dhe bereqetin e Allahut të lartësuar.